Që sa nga ndruar jetë, thot prindi prej 6 muajsh, asgjë nuk më ka më shije nga kjo botë. Bëj sabër, bëj durim, bëj dua, i sadaka, lutu Zotit. Pra ti je, si më thon, diçka e hajrit për këto prindër që kanë ndruar jetë. Pejgamberi sa më tha, ose fëmia i mirë kur lutet për prindin e vet. Kështu që ti bëj dua për prindit e tuaj, bëj dua, bëj lutju Zotit, i sadaka. Shqyqyr që je gjallë ti më lut për ata, a kupton? Kështu që elhamdulillah, do të kaloj inshallah, po me dua, me lutje, me sadaka. Ipi hakun burrit, ipi hakun fëmijëve, pavarësisht çka kanë ndodhur. Sepse jeta ecën, kështu që ti merru me detyrat e tjera, mos e maj mendjen aty, sa herë shkoj menja tek prindi që ka ndruar jetë, bëj dua për të, bëj lutje për të, i sadaka për shpirtin e tij. Çoj mendin nga Zoti, sa herë të kujtohet sikletit tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha. O Zot, më shpërble për atë që ndodhi edhe më ndro me diçka më të hajrit. Bëj dua Zotit, lidhu me Zotin se e mërzitmja nuk zgjidh. Lidhja me Zotin zgjidh.